Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi sot se zgjedhjet parlamentare do të mbahen shumë shpejt, duke ju përgjigjur pyetjes së gazetarëve gjatë një aktiviteti në komunën e Kisellavodës në Shkup. I pyetur nëse bëhet fjalë për zgjedhje të parakohshme parlamentare në vitin 2027 apo për zgjedhje të rregullta në vitin 2028, ai nuk dha një përgjigje konkrete, duke theksuar se VMRO-DPMNE është e gatshme për zgjedhje sa herë që t'i kërkojë opozita. Politički umno je koliko vlezete во втората половина на мандатот да бидете подготвени на всекакви сценарија. Është politikisht e mençur që kur hyni në gjysmën e dytë të mandatit të jeni të përgatitur për çdo skenar. Ne kemi thënë se opsioni ynë i preferuar si qeveri janë zgjedhjet e rregullta në vitin 2028, por jemi të gatshëm që nëse opozita kërkon të dalim në terren dhe të fitojmë. I pyetur se kur do të ketë rikonstruim të qeverisë, kryeministri u përgjigj se nga java e ardhshme do të nisë bisedimet me partnerët e koalicionit. Së pari dua të dëgjoj vizionin e tyre, të shohim nëse ai përputhet me vizionin ton, e vetëm më pas mund të flasim për zgjidhje kadrovike, tha kryeministri Mickoski. I pyetur se kur do të ketë rikonstruim të qeverisë, kryeministri u përgjigj se nga java e ardhshme do të nisë bisedimet me partnerët e koalicionit. Së pari dua të dëgjoj vizionin e tyre, të shohim nëse ai përputhet me vizionin ton, e vetëm më pas mund të flasim për zgjidhje kadrovike, tha kryeministri Mickoski. Duke komentuar kontestin Shkup-Sofje, Mickoski deklaroi se nuk ka kërkesa të reja nga Bullgaria për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian, por se bëhet fjalë për të njëjtat kushte të vitit 2022, ishin pranuar nga qeveria e mëparshme. Ai theksoi se është optimist pas takimeve të tij me liderët evropian, duke nënvizuar se ato bisedime janë krejtësisht të ndryshme nga temat e diskutimit në takimin mes presidentes Gordana Siljanovska-Davkova dhe nënkryetares bullgare Iliana Jotova në Sofje. Mickoski shpjegoi se ndryshimet kushtetuese janë vetëm fillimi një procesi që hap rrugë për kërkesa të tjera shtesë dhe thelbësore që lidhen me identitetin maqedonas.